Ju përshëndesi gjithëve, mirë se vini në edicionin e mesditës, do të jemi së bashku për të parë zhvillimet kryesore të deri tanishme. Është sulmuar me armë lokali dhe hoteli i shoferit të ish prokurorit Arjan Doja në Krujë. Mondi Voga ndodhej brenda tij bashkë me familjen, por fatmirësisht askush nuk u lëndua. Unë do të lidhem në këto momente drejt për drejt me Revin Lekën për të marrë më shumë detaje. Ervin, të përshëndes, çfarë ka ndodhur dhe çfarë dihet për pronarin e lokalit? Mond Voga, lokali të cilit pra është sulmuar me armë zjarri orët e parë të mëngjesit të sotëm, është një person i njohur për policinë e shtetit, pasi në skedarët e policisë rezulton që tjetë me precedent penal si për armbajtje pa leje, ku është arrestuar kohët e fundit, por edhe për ngjarje të tjera, ku në vitin 2018 është përfshirë në një sherr ku ka dhunuar avokatin Ilia, për cilin rast pra edhe është arrestuar gjatë kohës kur ka qenë edhe ish shoferi i deputetit tashmë Arjan Doja, apo ish prokuror të cilit i është bërë dhe një atentat në vitin 2019 ku mbeti i vrarë shoferi tjetër Andi Maloku. Si duket si shoferi pra i Arjan Dojt, Mond Voga, të paktën sipas atyre hetimeve që ka rezultuar nga ana e policisë, të paktën edhe nga dëshmia që ka dhënë vetë babai i tij në ato kohë Kadri Voga, kur ndodhi edhe dhunimi i avokatit Ilia, të paktën sipas Kadri Vogës, babait të Mond Vogës ka qenë Arjan Doja në deklarimet që ka bërë që e ka shtyr djalin e tij që të dhunoi avokatin, por edhe të përfshihet në ngjarje të tjera të rënda kriminale, por edhe me precedent penal. Tashmë po hetohet lidhur me autorët të cilët kanë qelluar me sulmin me armë zjarri Kalashnikov në drejtim të hotelit dhe lokalit që kishte në zonën e Kastës, në fshatin Kras, pra të Fushë Krujës, ku vetë ai ka qenë i pranishëm brenda këtyre ambienteve bashkë me familjen, por fatmirësisht nuk ka pasur persona të lënduar nga breshëria e armëve, pasi në vendin e ngjarjes janë gjetur 15 këshoja. Dyshohet se kanë qenë 2 autorë, një në rolin e shoferit dhe një person tjetër që ka qelluar pa dal nga automjeti në drejtim të lokalit në rrugën kryesore dhe më pas janë larguar për në drejtim të Krujës, ku kanë humbur edhe gjurmët. Pista kryesore sigurisht është ajo e konflikteve që ka pasur Mond Voga në të kaluarën, dhe ky pra është edhe një lloj mesazhi ndoshta kështu shihet nga ana hetuesve, por edhe një paralajmërim apo një tentativë për të qelluar pra në drejtim të vet Mond Vogës, pasi si duket kanë pasur informacion sa ai ka qenë brenda bashkë me familjen e tij. Se takon autorëve të dyshuar, Ervin, kemi të dhëna konkrete në këtë drejtim apo vjon hetimet grupi hetimor? Është ende herët, megjithëse janë hapur disa kamera sigurie, ka një automjet të dyshuar për cilin po kryen verifikime, pasi është parë në zonë pak para atentatit, por edhe pas atentatit sigurisht po punohet me kamerat e sigurisë, megjithëse është ende herët për të folur për autor të dyshuar, pavarësisht se policia do të kryejë edhe kontrolle, por do të ketë edhe të shoqëruar, sigurisht që kanë pasur më herët konflikte edhe me Mond Vogën gjatë të kohës kur aty pra i është bërë edhe pra është përfshirë në ngjarje të tjera kriminale, për shkak se edhe të vëllait vite më parë është djegur automjeti, por është sulmuar biznesi i tij vite më parë edhe me një sasi të vogël lëndë eksplozive. Pra ky nuk është episodi i parë që bizneset e tij apo të familjarëve të tij sulmohen. Pikërisht, pra nuk është rasti i parë, pasi edhe në të kaluarën pra brenda një automjeti ku i përkiste të vëllait të vet që u shkrumbua, janë gjetur edhe granata brenda këtij automjeti që si duket ja kanë lënë autorët në formë palajmërimi, por edhe një sasi e lëndë plasëse e vogël pra që ka shpërthyer kohë më parë në biznesin e tij, si duket pra konfliktet për Mond Vogën nuk kanë mbaruar dhe ky është vetëm rasti i fundit. Shpresojmë pra që policia të mund të gjejë autorët, por edhe zgjidh konfliktet mes Mond Vogës dhe personave të tjerë që të paktën sipas policisë i ka të shumta për shkak edhe të precedentit të theksuar që ai paraqet, por edhe ngjarjeve që është përfshirë më herët. Faleminderit Ervin Leka për raportimin. Ilir Meta kërkon liri në gjykatën e posaçme, ku sot po mbahet një tjetër seancë për dosjen e tij. Mësohet si gjatë hetimeve spak ka zbuluar një tjetër episod të dyshuar korrupsioni. Unë do të lidhem drejt për drejt me Ermal Vion për të marrë më shumë detaje. Ermal, të përshëndes, për çfarë do të jetë kjo seancë ditën e sotme në gjykatën e posaçme? Rovena, seanca ka nisur prej orës 11:30 këtu në gjykatën e posaçme, ku kanë qenë në fakt avokatët mbrojtës të ish presidentit Ilir Meta që kanë kërkuar gjykatës
heqjen e masës së arrestit në burg apo zvendësimin e saj me masa më të lehta siç janë ato të arrestit shtëpiak apo dhe detyrimi për të paraqitur në prokurori. Do të jetë gjyqtari Erion Çela që do të vendosë mbi kërkesën e avokatëve të ish presidentit Ilir Meta, që duhet thënë në fakt se ky i fundit nuk është paraqitur në seancën e ditës së sotme, teksa mësohet në fakt se Meta do të jetë i pranishëm vetëm në seancë që do zhvillohen në procesin që do të mbahet në themel për akuzat e ngritura ndaj tij nga ana e prokurorisë së posaçme, edhe pse kjo e fundit i ka komunikuar zyrtarisht akuzat ish presidentit Ilir Meta, siç janë ato të korrupsionit, të pastrimit të parave dhe fshehjes së pasurisë, por ende nuk ka konkluduar në mbylljen e hetimeve. Sa i takon në fakt hetimet e prokurorisë kanë dalë në pa të tjera të dhëna që implikojnë ish presidentin Ilir Meta po dhe bashkëshorten e tij Monika Kryemadhi në aferën e korrupsionit, siç është në fakt edhe një kartë banke të cilën dyshon prokuroria se i është vënë në dispozicion çiftit Meta Kryemadhi prej vitit 2014-2015 nga biznesmeni Adriatik Shatku, ku ky i fundit po themi ju ka vënë në dispozicion një kartë banke ku ka rezultuar se janë kryer disa blerje të ndryshme nga ana e Metës apo edhe Monika Kryemadhit. Nga ana tjetër, dyshimet e prokurorisë janë se pikërisht kjo kartë banke është vënë në dispozicion çiftit Meta Kryemadhi për të realizuar një marrëveshje interkoneksioni për shtrimin e kapujve optik, për të cilin në fakt është dashur lobimi dhe ndërhyrja e çiftit Meta Kryemadhi. Këto janë në fakt zbulimet e fundit të prokurorisë së posaçme sa i takon hetimeve të nisura ndaj çiftit Meta Kryemadhi, ku rezultojnë si të përfshirë në të paktën 3 vepra penale, mes të cilëve ajo korrupsioni, pastrimit parave, por edhe fshehjes së pasurisë. Faleminderit Malvia për raportimin. Ditëlindja e Partisë Socialiste bëri bashkë në Selinë Roz gjeneratën e re dhe figurat që për vite kanë kontribuar në të. Ditëlindja e 34 i gjen socialistët me mandatin e 4 dhe në sfidë me kohën për të realizuar integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030. Fitoren e 11 majit, Rama e sheh si një përgjegjësi të madhe me në krye premtimin për pasaportën evropiane. Mandatin e 4 kryesocialisti e konsideron mandatin e besimet. Me autokritik për të përmirësuar, Rama tha se të rinjt duhet përballojnë peshën e madhe të këtij mandati. Punë edhe në fest. Kryeministri Edi Rama u duke shqetësuar për Florën, megjithse tashmë nuk është deputet i saj. Mirëmbajtja e perlës së turizmit duket shqetësimi që ai ndau jo paton me kreun e Bashkisë së Vlorës. Ndërsa mesazhi për kontributorët ndër vite e për ato rishta si në politik, ishte përgjegjësia që jep mandati i 4 qeverisës, me në krye premtimin për pasaportën europiane. Shumë gjëra duhen bërë me patjetër më mirë në kushtet kur kjo fitore është e lidhur me një mandat besimi të jashtëzakonshëm për të udhëhequr vendin dhe për të antarësuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian brenda kësaj dekade. Nuk ka arsye më të fortë dhe nuk ka edhe domethënie më të madhe lidhur me përgjegjësinë se sa ky objektiv, i cili është një objektiv sa i arritshëm, aq edhe tejet i vështirë për të arritur. Me batut, kryesocialisti tregoi edhe momentin se kur nuk do të jetë më në oborin e Selis Roz. Zysh Artën, që nuk më ndahet, edhe që as nuk e diskutoja që sa të dëgjonte emrin, do ta bënte fytyrën që të shkeqem përmend emrin. Zyshe, si shoqëri që të kemi. Edhe shohun Gramos që nuk diskutohet, që sa kohë do ta shoh këtu në oborrin e partisë, jam i sigurt që partia është në rrugën e duhur. Shqetësohuni ditën kur do mungoj Gramosi në këtë obor. Atëherë do jem as unë, kështu që shifni e bëni. 34 vjetori i Partisë Socialiste bëri bashk figura të reja e të vjetra. Kontributorët nuk e fshehin krenarin për mandatin e 4. Që në këtë mandat Partia Socialiste dhe qeveria saj do të rishpik përsëri veten dhe do të bëjë gjëra shumë të mira, jo thjesht për integrimin, por në radhë parë për gjithë shqiptarët, për mirëqenjen, për prosperitetin dhe do mbetet, më falni, do vazhdoj të mbetet një parti që i bën mirë vendit, që i bën mirë shqiptarëve.
ndërsa të rinjtë entuziazmin e uljes për herë të parë në parlament, jo vetëm për të përfaqësuar qytetarët, por edhe për t'u përgjigjur kritikave. Flasim në shtator doktor. Do ta lëm kështu? Në shtator atje, në arenën ku na kanë votuar njerëzit. Në sallën sportive Faria Hoti vijon rinumërimi i votave për qarkun e Tiranës. Për të parë se si po shkon ky proces, cilat janë gjetjet e deri tanishme, unë do të jem drejt për drejt me Andon Kellon. Andon, të përshëndes, në çfarë pike është procesi i rinumërimit dhe cilat janë gjetjet deri më tani? Po, vijon rinumërimi për të tretën ditë për qarkun e Tiranës, tu në Pallatin e Sportit Faria Hoti, dhe shifra deri më tani, të paktën të paregullsive të cilat janë gjetur janë minimale, janë rinumëruar 232 qendra votimi, pra rreth 92.000 vota dhe rezultatet janë këto. Janë gjetur vetëm 88 flet votimi më pak në kutitë e votimit, të cilat janë kryesisht shënime, gabime të komisionerëve gjatë mbushjes së proces verbaleve. Ka një rritje të votave të pavlefshme, nga 4.546 kanë shkuar në 4.684 dhe si pasojë ka sjellë edhe rënien e votave të vlefshme, nga 87.553 kanë rënë në 87.303. Por partia kryesore e cila po humb më shumë vota gjatë këtij procesi të rinumërimit është edhe ajo e cila e kërkoi rinumërimin, Partia Demokratike, e cila deri më tani humb 122 vota. Më pas vjen Partia Socialiste e cila humb 109 vota, Partia Socialdemokrate humb 6 vota, 1 vot humb Partia Mundësia, fiton 3 vota koalicioni Djathas për zhvillim dhe 7 vota e fiton koalicioni Euro-Atlantik. Por sa i përket rinumërimit tjetër, ati të kandidatëve, ku ka dhe gara mes kandidatëve brenda llojit, si Ilirali Mehmeti, si Jorida Tabaku nga Partia Demokratike po humbin vota, Jorida Tabaku po humb 11 vota, Ilirali Mehmeti po humb 20 vota. Petrit Gjorgji është kandidati i cili po humb më shumë vota, 45 të tilla, ndërsa po fitojnë Ilda Zhulali, Jonathan Pano dhe Salvador Kaça, ndërsa nga Partia Socialiste më shumë vota po humb Fatmir Xhafaj, 55 të tilla, Ylli Sheu 47, Halil Koloshi 39, Sofi Kalleshi 28, Blendi Gonxha, deputeti më i votuar po humb 36 vota dhe Toni Gogu po humb 39 vota. Ndërkaq në garën për listën e Partisë Socialiste, Xhemal Qefalia po humb 55 vota dhe Ornaldo Rakipi po fiton 3 vota, ndërsa nga kandidatet gra, Olta Xhaçka po humb 11 vota, ndërsa Blerina Gjylameti po humb pak më pak se Olta Xhaçka, megjithatë këto nuk ndryshojnë asnjë rezultat, qoftë tek subjektet politike, por qoftë edhe tek kandidatët preferencial. Faleminderit Andon Kello për raportimin. 3 personat kërkuar nga drejtësia ekstradohen nga Dubai, të njohur si miq të Talo Çelës, Erviz Daka, Maksim Koçi dhe Aldo Xhika akuzohen për vrasje apo për krahje të autorëve të krimit në disa ngjarje të ndodhura vitet e fundit në Elbasan. Gjykata e posaçme ka caktuar për ta masat e sigurisë arrest me burg. 3 persona që njihen si lidhje ngushtë të shumë kërkuarit Talo Çela janë ekstraduar të njëjtën nga Dubai për në vendin tonë. Bëhet fjalë për Erviz Dakën, Maksim Koçin dhe Aldo Xhikon, të cilët akuzohen për disa vepra penale që nga vrasja me paramendim e deri tek përkrahja e autorit të krimit. Ata u pritën në masa të rrepta sigurie në aeroportin e Rinasit dhe u janë dorëzuar policisë së burgjeve. 3 shokët e Talo Çelës u arrestuan më 8 maj të këtij viti në Dubai. Gjykata e posaçme për Erviz Dakën, 38 vjeç, ka caktuar masën e sigurisë së arrestit në burg në mungesë pasi sipas hetimeve ka rezultuar se ai në një rast ka tentuar që të vrasë Kejpikun për shkak të përplasjeve mes bandave të Elbasanit. Sipas zgjedhjeve të SPAK, Erviz Daka, duke qenë mik i Talo Çelës, ka siguruar kushtet edhe për vrasjen e Arjan Spahis, lidhje ngushtë e Erion Alibejt. Motivi i krimit ka qenë larja e hesapeve pasi grupi Çopja kishte përplasja me kreun e klanit kundërshtar të drejtuar nga Erion Alibej. Përveç këtyre episodeve, Erviz Daka ka strehuar në disa raste Talo Çelën. Për sa i përket Maksim Koçit, 39 vjeç,
Gjykata e posaçme në vitin 2024 i ka caktuar masën e sigurisë së arrestit në burg. Maksim Koçi dyshohet se ka marrë pjesë në vrasjen e Klevis Kaplanit dhe në atentatin kundër Ifan Azizit. Në një tjetër episod, Maksim Koçi dyshohet se ka siguruar kushte për vrasjen e Arben Spahis dhe Ardrian Çollakut. Nga ana tjetër, Aldo Gjika, 40 vjeç, i është caktuar masa e sigurisë në mungesë arrest me burg si dyshuar për veprat penale për krahje autorit të krimit, kryer në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Ai akuzohet se ka përkrahur autorët që tentuan mbrasjen e Ardian Çapjas, ndërsa për rreth 2 vjet ka ndihmuar Talo Çelën të fshihet. Pavarësisht se ne nuk kemi një marrëveshje ekstradimi, Shqipëria ka arritur që të sjellë nga Dubai emra të njohur të botës së krimit, si Florenc Çapja, Julian Meçe, Plaren Dervisha apo të tjerë. Policia britanike vuri në pranga shqiptarin e shumë kërkuar Lorenz Lala si rezultati i bashkëpunimit me Interpol. 48 vjeçari do të ekstradohet në Shqipëri pasi akuzohet për disa vepra të rënda penale. Sipas hetimeve, Lala dyshohet si organizator dhe financues i vrasjes së Albi Bashalliut, ngjarje e ndodhur në vitin 2021. Sipas bashkëpunëtorit të drejtësisë Artan Tafani, vrasjen e kreu Laert Haxhiu kundrejt 50.000 eurove. Arrestohet në Britaninë e Madhe Lorenz Lala, një personazh i njohur i botës së krimit i shpallur në kërkim për vrasje. Në kuadër të operacionit ndërkombëtar The Wanted, si rezultat i shkëmbimit të informacionit nëpërmjet Interpol Tiranës dhe Interpol Manchester, 48 vjeçari do të ekstradohet në Shqipëri. Ai ishte shpallur në kërkim pasi gjykata e shkallës së parë në Elbasan në vitin 2023 ka caktuar ndaj tij masën e sigurisë arrest në burg. Lala akuzohet për disa vepra të rënda penale, si vrasje për arsye gjakmarrje, sigurimi i mjeteve dhe kushteve për kryerjen e vrasjes, dhe grupi strukturuar kriminal. Sipas hetimeve në fshatin Gjocaj, Peqin, në vitin 2021 u vra me armë zjarre i shtetas si Albi Bashalliu. Vrasja e kryer kundrejt 50.000 eurove dhe pagesa sipas hetimeve është dhënë tek Laert Haxhiu nga Lorenz alias Christian Lala. Vrasja është rrëfyer edhe nga bashkëpunëtori i drejtësisë Artan Tafani, i cili ka dëshmuar se e ka kryer me Lulzim Arapin, Bledar Berberin, Enrico Gjahysën dhe Laert Haxhiun. Lorenz Lala dyshohet të ketë qenë organizatori dhe financuesi i kësaj vrasje, si dhe personi që ka siguruar mjetet dhe kushtet për realizimin e saj. Pas ngjarjes, ai ka ndihmuar në transportimin dhe largimin e autorëve nga vendi i krimit. Pak çaste më parë është marrë vendimi në gjykatën e posaçme për shtyrjen e seancës gjyqësore për ish-presidentin Ilir Meta, konkretisht në datë 26 qershor. Raportua më herët se sot është mbajtur një tjetër seancë ku Meta ka kërkuar ndryshim të masës së sigurisë, konkretisht lirin, por gjykata e posaçme ka vendosur që seanca e radhës të mbahet në datë 26 qershor, pasi do të jetë prokuroria e posaçme që do të dorëzojë të tjera prova lidhur me këtë dosje. Dhe me këto zhvillim të fundit ne përfundojmë edicionin e mesditës. Unë dua si gjithmonë t'ju rikujtoj faqen tonë zyrtare abcnews.al ku ju mund të lexoni zhvillimet e fundit, njëherësh mund të na ndiqni dhe në valët e radios 105 FM. Faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.